Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një ëmbëlsirë super të shijshme dhe fantastike. Mund ta përdorni për çdo lloj rasti. Atëherë, kjo është një ëmbëlsirë me susam dhe me sherbet. Për këtë ëmbëlsirë kam 12 pet, kam 180 gram susam, kam 100 gram gjalp, 120 gram i kam marra i kam thërmuar, kam një lug çaj me kanellë. Këto janë për pjesën e ëmbëlsirës brenda. Për sherbetin kam 280 gram sheqer, 300 ml ujë, një lug gjelle me limon, një shkop kanellë dhe 3 karafila të vegjël, 3-4 sipas dëshirës. Këto janë përbërësit. Si fillim do filloj me sherbetin. Sherbeti duhet jetë i ftohtë, meqense kemi dhe kohë derisa të bëhet ëmbëlsira, por të parin po heqim sherbetin dhe të vazhdojmë me ëmbëlsirën. Do t'i shtojmë të gjitha në një tenxhere dhe do ta vendosim në zjarr. Do ta trazojmë paksa në fillim dhe nga momenti që të marrë val, do ta lëm 5 minuta dhe është gati. Atëherë, sherbetin e kemi në rregull, të vendosim në zjarr dhe do fillojmë me ëmbëlsirën. Marrim tavën dhe do fillojmë të lyejmë me gjalp. E lyejmë paksa me gjalp dhe do fillojmë me petët. Do vendosim nga 3 petë për shtresë dhe pas 3 petësh do hedhim mbushin. Atëherë, kam vendosur petën e parë, do ta lyej me gjalp, çdo petë do lyhet. Nuk e lyej dhe shumë, sepse nuk dua që ta bëj me shumë gjalp, nuk është nevoja. Do shtroj petën tjetër, nuk do t'i shtrojmë të gjitha nga një anë, por do bëjmë në këtë mënyrë, kryq po themi. Do ta lyejmë edhe këtë petë. Të gjitha petët, tam çdo petë që të shtrojmë, do ta lyejmë me gjalp. Do lyejmë edhe petën e tretë. Atëherë, do ta vëmë në anën e kundërt. E vendosim edhe petën e tretë. Do ta lyej përsëri me gjalp. E kam lyer me gjalp. Do ta kaloj me një anë dhe do përgatis mbushjen brenda. Atëherë tham susamin, arat edhe kanellën. Do t'i përzij. E kjo është mbushjen që do përdorim për brenda. Çdo 3 petë dhe do shtojmë mbushjen. Çdo 3 petë dhe do shtojmë mbushjen. Atëherë, me dorë shtojmë mbushjen tonë. Do shikojmë që të përhapet mirë gjithandej. Dhe kështu do veprojmë. Do vazhdojmë përsëri derisa t'i përfundojmë të gjitha petët. Në fund do na ngelen 3 petë për pjesën e sipërme. Marrim për këtë 3 petët e fundit. Do shtrojmë dhe shtresën e fundit të susamit dhe të arave. Ëmbëlsira po përfundon. Tham petët, do t'i shtrojmë një nga kjo anë, një nga ana tjetër, do ta formojmë si tip kryqi po themi. Do ta lyejmë përsëri me gjalp.
Nëse keni dëshirë mund të përdorni edhe vaj susami. Nëse ëmbëlsira po bëhet me susam, mund të përdorni edhe vaj susami pa problem. Nëse nuk doni të përdorni gjalpë. Vendosim edhe fetën e fundit. Atëherë në këtë mënyrë do t'i presim fetët që janë jashtë tavës, po themi. Kemi prerë fetët që ishin jashtë tavës. Pjesën tjetër të petëve do ta fusim nga brenda. Në këtë mënyrë. Do ta lëj me gjalp përsëri. I kam lyer petët me gjalp dhe do ta presim ëmbëlsirën. Kam prerë ëmbëlsirën. Nëse keni dëshirë sipër mund të shtoni edhe pak susam. Nëse brenda i kemi shtuar susam, i shtojmë edhe pak sipër. Kaq mjafton. Mund të lini një dorë mënjan përpara se ta përdorni të gjithë susamin. Atëherë e kam prerë, është gati për në furrë, do ta pjekim 90 minuta në 170 gradë. Sherbeti ka 5 minuta që zihet. Do ta fiksova, do ta lë sherbetin të ftohet plotësisht dhe kur të nxjerrim nga furra ëmbëlsirën, sherbeti do jetë i ftohtë dhe ëmbëlsira jon do jetë e nxehtë. Ëmbëlsira me susam dhe me sherbet ka përfunduar, është një ëmbëlsirë vërtet e veçantë dhe shumë e shijshme. Ju sugjeroj ta provoni. Ju bëf të mirë, miq të dashur.